Përshëndetje dhe mirë se po takohemi në ndrimin e natës. Jemi rikthyer sërish në terminin ton, çdo të ëndër të marrë në orën 21:40 pas disa jave pauzë shkaku i zgjedhjeve parlamentare që kishim në vendin ton. Po besoj që tashmë keni marrë energji dhe tashmë jeni të gatshëm për t'i lënë pak anash çështjet politike, për të përgatitur për emisionin më relaksuese, argëtuese, të cilët edhe trajtojnë tema shumë të veçanta dhe natyrisht për t'u bërë gati për pushimet verore. Ne jemi pothuajse në fund të sezonit të dytë të ndrimit të natës, të emisionit i cili është ndruar në emisionin numër 1 në prime time të emisioneve generaliste, duke ju sjellur materiale interesante. Sonte do të kemi një emision të veçantë dhe shumë pak të prekur faktikisht sa i përket temës të cilën do ta diskutojmë, cilat e ne do të ende cilësohet si tabu, por në fakt jo vetëm te ne, por edhe në mbar botën. Do të flasim për transgjinorët. Çfarë do të thotë të jesh transgjinor? Çfarë janë ata? Cila është nevoja për të ndryshuar trupin e tyre? Dhe të ftuar për këtë në studio e kemi Hairullah Fezën, seksolog, Lendi Mustafa, peer coordinator në CEL, si dhe po ashtu do të kemi edhe një intervistë me një transgjinor i cili ka dashur të mbetet anonim, për atë e kemi të përgatitur materialin, por me Lendin do ta diskutojmë edhe çështjen e transformimit dhe ndoshta mbështetjes për krahjes apo edhe konflikteve me të cilat është ballafaquar gjatë transformimit dhe ballafaquohet në shoqërinë kosovare. Në pjesën e dytë, Ibro, mos e ndal, është ndoshta prurja më e re, aterimi më i ri në botën muzikore, në industrinë e muzikës, i cili ka ardhur me një klip mjaft të veçantë që ka bërë bujë jo vetëm në Kosovë, por ka arritur të jetë në majat e top listave edhe në Azi. Do ta shohim performancën e tij në pjesën e dytë, do të diskutojmë me Ibron cila ka qenë ideja e mbrapa gjithë videoklipit dhe paraqitjes së tij interesante. Mirë po, fillimisht i ftojmë të ftuarit tanë të pjesës së parë së bashku me kolegat e mia Donika në 4 orë. Përshëndetje, mirë se po takohemi. Donika, gjithë jam angatros me Abdore, jam mik, si një mirë, si kalu, apo shut. Faktikisht e përmenda që jemi rikthyer ashtu pas disa jave pauzë, se po besoj që gjithë janë të interesuar edhe shikuesit tonë me paninin, po edhe me ik temave të cilat na kanë preokupuar gjatë tyre ditëve. E përmenda në fillim të emisionit temën për cilën do diskutojmë, Donika ka përgatitur materialin, njëherë do ta shohim materialin dhe themi sërish tu në studio. Flasim për transgjinorët, do të thotë për dikë mund të jetë një term i ri, do ta shpjegoj se çka është sakt, mandej kthehemi në studio dhe diskutojmë me doktorin edhe me Lendën. Ta shohim. Lindën në një tjetër gjini, por identifikohen me të kundërtën e saj. Ata janë transgjinorët të cilët vinë në këtë botë me një identitet tjetër gjinor nga ai që është përcaktuar në lindje. Mund të jesh një djalë për të mendosh e të sillesh si vajzë, apo e kundërta, të jesh vajzë dhe të mos ndjehesh as pak si e tillë. Kjo gjë është po aq normale sa kur je vajzë ndjehesh si vajzë dhe anasjelltas. Njerëzit e tillë që në shoqëritë moderne perëndimore tani identifikohen si transgjinor janë dokumentuar në shumë kultura për qindra vjet. Sidoqoftë vetëm për gjatë shekullit të fundit, shkenca dhe medicina kanë arritur në atë stad sa t'i plotësojnë nevojat e dikujt që do ta ndryshojë trupin e vet dhe një herë për gjithmonë gjinin. Këta persona e ndjejnë nevojën që sa i përket pamjes fizike të paraqiten ndryshe nga që janë biologjikisht dhe refuzojnë të bëjnë atë që shoqëria e kërkon përmes stereotipeve gjinore. Rasti i parë i një transgjinori në botë është ai i piktorit danez Einar Wenger, i cili ishte nënshtruar operacionit për ndërimin e gjinisë qysh në vitin 1930. Guximi i tij për të ndjekur deri në fund atë që donte, pra të ishte vajzë, ishte finalizuar në Gjermani me një operacion kirurgjik që llogaritet të jetë i pari i llojit të vet. Që nga ajo kohë në mbar botën ka pasur një numër të madh individësh që kanë ndërruar seksin biologjik. Në anën tjetër, njerëzit priren që të jenë paragjikues dhe shpesh, kur diçka nuk ju shkon përshtatje, të refuzojnë pranimin e individualitetit të tjetrit. Mungesa e të kuptuarit sepse dikush mund të dëshirojë të shprehet në një tjetër identitet gjinor është një ndër shkaqet e paragjykimeve ndaj tyre.
Njerëzit transgjinor nuk janë të pranueshëm për çdo shoqëri. Ata vuajnë nga diskriminimi, dhuna e madje edhe janë vrarë. Përgjatë historisë, transgjinorët kanë luftuar dhe kanë fituar mjaft të drejta dhe mbrojtje shtetërore. Vendet perëndimore mund të jenë disa hapa më përpara nga se kanë kulturë më të zhvilluar individuale, por Kosova ngec në këtë pjesë. Infrastruktura ligjore është aq e bukur në letër, por tejet e pasbatueshme në praktik, sa u përket mbrojtjes të drejtave të komunitetit LGBT në Kosovë, ku hyjnë edhe transgjinorët. Diskriminimi vjen nga shoqëria kosovare që është e mbyllur dhe nuk pranon diversitet në raste të tilla, e po ashtu problemi i madh është edhe papranueshmëria e familjes. Në këto rrethana, një person transgjinor mund të vuajë nga depresioni dhe të përballet me situata të ndryshme të vështira, e një numër i madh, sipas shumë të dhënave, provojnë edhe vetvrasjen. Me gjithë vështirësitë e refuzimit me të cilat përballen, ata i karakterizon guximi për t'ju shkuar gjërave deri në fund. E zbulojnë veten, jetojnë siç duan, e ndjehen. Ky është materiali që po am të përgatitur nga Donika. Përshëndetje edhe një herë dhe mirë se u takuam në ndrimin e natës. Në fakt po filloj me ty Lende, faleminderit për guximin edhe për gatishmërinë tënde me qenë pjesë e emisionit dhe me që se po flasim për guximin, në fakt sa është e guximshme me vazhdu rrugtimin tënd në një vend si Kosova ku po jetojmë. Kur foli për storjen tem që kom dalë haptas, nuk u konë një moment që veç jom dalë haptas para krejtve, po u konë proces, do me thonë prej një moshe shumë të re, unë veç kom fillu me dalë haptas të shoqënia, të familja, e kështu me radhë. Edhe dikur, veç e kom prit momentin kur me dalë haptas, ta më për shkak që kur kom dasht me gjithë material për veti, për më informu ma shumë lidhje me transgjinort, nuk kom pas diçka me një video ku kon gjithë shka e spjegume, edhe kom menu që i shkon te për mi me marrë rasti mu me bo që ata. S'kom rri me spjegu shumë sene në detaje në dokumentarin e kalum ku jem dalë haptas, a më menej që u kon një mundësi shumë e mirë për me eduku në përgjithësi shoqërinë tonë edhe persona transgjinor që menojnë që paga shumë. Cilat kanë qenë reagimet në atë kohë me shfaqjen e dokumentarit edhe si ke prit ti? Reagime sa kom prit të këqia nuk janë konë qaq, se jam përgatit edhe për kërcenime, për shumë sene tjera. Në përgjithësi janë konë mesazhe që më kanë shkrujt shoqënia që nështë s'kena fol me vjetë edhe më kanë përgëzu për guximin për daljen haptas. Edhe ka pas komente negative që si kom këqyrë shumë, që janë konë në video poshtë, amo nuk është që kanë diku në mu se paka shumë dikur veç mësohesh me fjallë, nuk është që i ninë, nuk është që ndikojnë shumë. A ka qenë një moment paka shumë shlirimi jyte? Apo ajo fazë është kalu ma herët kur e ke diskutu nështë me rrethin e ngushtë? U konë shlirim për shkak se në përgjithësi komunitetit LGBTQ+ i bjen te për shpesh me come out, do me thonë me dalë haptas, për shkak që takosh me dikon janis mu njoftu pak edhe gjithë qysh bjen tema të bjen me come out i qaj person, se hala është diçka që në thojza duhet mu shprej, edhe qysh të regova edhe ma herët, më ka ra me come out në shoqni, ka një, mas nej të motra, të mami, kështu me radhë, edhe që ajo konë një moment shumë i mirë për shkak që mu ka do që kom come out komplet edhe s'kam nevoj ma. Cilat kanë që tash, po me qenë se fillu me Lendin, kur përmende që qysh kur ke qenë i vogël e ke kuptu, në cilën mosh faktikisht e ke kuptu që jenë trupin e gabuar? Në trupin e gabuar e kom kuptu që jam me një mosh pak ma vonë, do me thonë nuk në faza e pubertetit, rreth 14 deri 16, a më si fmi që ka mojnë men prej moshës 6 vjeqare, imaginata jem ka thonë që kur të rrit nga kom e pas trup mashkull dhe kom menu që është mënyra qysh funksionon trupi i njerit, edhe me kohën të rrit e kom pas që ndryshimet në trup nuk po ndodhin qysh i kom prit si fmi. A ke pritu ndë një shgënjem? Ka pas shumë shgënjime, për shkak që edhe jem konë fëmi që s'kom folë shumë lidhje me qka po më pengon. Amo, kom provu me injoru te për shumë deri sa ja kom njësë mu interesu pak për komunitetin LGBT dhe shkronjën të gjithmonë e kom injoru, nuk e di pse, deri sa kom vendos me hi me ledzu lidhje me komunitetin trans. Këtë në LGBT?
Për në? LGB, pa të janë hesë. Po dhe? Po. Kësha dash në këthytim të doktorit e zotri Fejza me spjegu cilat janë dallimet në termin transgjinor, transvestit edhe transseksual, sepse këto dallojnë edhe unë e di që shumica njerëzve në Kosovë të trija i bojnë me një, mirë për nuk janë një. Edhe kjo ndihmon shumë me kuptu se çka janë, ku dallojnë. Transgjinor dhe transseksual nuk dallojnë shumë. Transgjinor ne kuptojnë personat që lindin në një gjeni të caktuar, ka aspekti biologjik, anatomik edhe hormonal, por ndihen se gjenia kundërt, e luajnë rolin e gjenisë kundërt, veshen si gjenia kundërt, luajnë me lojrat e gjenisë kundërt, dhe me thonë nuk është komfort me strukturë anatomike që ka lindë. Te transvestiti është të interesant, dhe ta nuk e din që nuk njën komfort në gjenin që kanë atë rolin e vetë, por mjaftohen me veshje të gjenisë të kundërt, gjenisë që ndihet që luajnë rolin e tyre, me nëjë zbukurim, me nëjë diçka. Drag queens në këtë rast, apo? Pa pas qëllim me bën dyshime as hormonale as kirurgjike. A është domosdoshme që një transgjinor të ketë edhe orientim homoseksual? Jo, absolutisht jo. Po. Nuk është domosdoshme. A është? Është. A moj me sharu më falë. Me konë transgjinor, ose transseksual, është identitet gjinor, kurse orientimi seksual ndahet. Do me thonë, mund është me konë person me identitet gjinor trans, mund është me mund isi gjinia e kondër, po të njëjtën kohë mund është me konë gay, lesbike, biseksual, ose edhe orientime tjera, ose edhe hetero. Por atë nuk është domosdoshme. Nuk është domosdoshme, jo. Seksual është diçka tjetër. Këta i nështrojnë asaj ndjenjes të orientimit seksual sikur se personat krejt tjerë, normal. Mundet me pas tërheqje seksuale nga gjenisë njëjtë ose të kundërtën, nuk është e lidhur, desha të thonë që nuk është e lidhur me domosdoshmërisht me qenë transgjinor, me qenë edhe homo. E bëra këtë pyetje pasi në serialin Netflixit Orange is the New Black është një transgjinore e cila ka qenë e martuar më herët me një grua edhe ka prap ndjenja për gruan e tij. E saj në këtë rast, e dashuron prapë si person, donë se ka ndru gjeni dhe është bërë grua. është shumë normale, më thëmë, orientimi seksual është këni qëka tjetër, nuk lidhet me, nuk do me thonë që duhet pa tjetër me qenë. Cili është operacioni ma i vështirë, a është një vajzë të shëndrohet në burë, apo një burë të shëndrohet në vajzë? Operacioni ose ndërhyrja kirurgjike është faza e tretë, faza e fundit, faza e pakthyeshme, kur flasim për kalimin nga një gjeni në tjetrën, edhe normal që është ma e vështirë prej femnës më bo mashkull, se sa prej mashkullit të femër. Është ka këtë struktura anatomike edhe organeve gjenitale që janë shumë ma komplekse, organet gjenitale të mashkullit se sa të femnës. Po kemi rast, është Qes Bona që është bo djali Sherit që ka bo dhe a i ka qenë dështë më i famshmi i cili e ka quar këtë çështje për para dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse edhe atë ndështë është vend demokratik, është temë ende tabu. Kemi rastin e fundit, po, me Caitlyn Jenner e cila e ka dokumentu nështë edhe jetën saj në dokumentarin I Am Kate, nuk dhja ke pas rastin me pa I Am Kate, i cili është faqur për 2 sezone dhe të regon peripetit dhe të regon jetën e transgjinorve në SBA. Ndërsa këtu, a ka ndonjë komunitet tende përveç LGBT, një komunitet i veçantë në cilin nështë edhe e përkrani një tjetër, sepse unë kësha pas që prapë më këty se e kalun pak teme, kësha pas që më këty pak të momente kur e kapë të familja jote. Nuk kem diçka në i vend veçantë ku mbledhëm me transgjinort, ama jam në stop në kontakt me persona që veç janë dalë haptas të one, për ndryshe mbledhëm me komplet komuniteti LGBT bashk, ama normal që qka do që ju duhet për transgjinor, ju jap informacione sa ma shumë. Të këthejme pyqe se dinit familja, si e priti kur? Për të familja. Kjo është diçka është lidhja që e kom pas me mamin gjithë. Do me thonë gjithë të konë shumë e kuptushme më përgjithsi për gjithë sen, edhe ka provu me pranu gjithë sen. Dhe u kom proces dheri sa jo kom spjegu, se normal nuk ka ndëgju ma herët për raste ku ndrohet gjinia apo seksi, edhe u konë një periud shumë fragile për shkak që jom konë qatë fazën e pubertetit, do me thonë i kom pas veç 16 vjetë edhe ka mujt me menu që është veç fazë ose diçka. Po menoj që ka pri që ka me kalu, ama me konë... A ke pri vetë që ka me kalu? Jo. Asë një moment nuk e dyshu. Nuk është diçka që ndryshohet. Edhe me kohën, të e spjegu, të e pasa i sigur të jam për qëta edhe të rritë normal, të i marrë vendimet e mija, paka shumë veç që kanë kuptu që kjo ka me ndodhë dhe e kanë pranu. A ke pas konflikte ndërkohë?
Diskutime po, konflikte jo. Atër ti je shumë me fatë, faktikisht. Definitivisht, ndërsa vjen nga një familje që është më e hapur edhe më, po e quaj kushtimisht moderne, sepse në të njëjtin fat nuk do ta kishte ndoshta dikush tjetër. E për këtë arsye prej familjes kisha dashur me kalu te shoqënia dhe te doktori i cili është shkolluar në Amerikë. Dhe shumë po du me ditë me bën ndoshta një krahasim mes asaj se si trajtohen personat transgjinor atje dhe si i trajton shoqëria kosovare. Dallimi është atë që madh sa është pa krahasueshëm, është Vesh me mendu me po. Ke drejt. Transgjinorët, si thash më herët, fillojnë me ndije atë diskomfortitetin e vet, ose me vepru me aktru ndryshe prej asaj çka janë. Edhe si fëmijë nisin me shpreh në mënyra të ndryshme atë farë jo konformitetin e vet me seksin biologjik që e kanë. Ato shprehjet, sjelljet e tyre nuk është që nuk vrejnë prej familjes, po familja ose i ignoron ose nuk janë të gatshëm, nuk dojnë me besu, me pranue, deri në fazën kur filloj më zhvillu karakteristikat seksuale sekundare. Edhe kur fillon pacienti ose personi me ndijat, atëherë është depresioni, është gënimi, pse une po zhvilluam këto karakteristikat që nuk i du. E luajt rolin e gjenis tjetër. Edhe në atë moment duhet me fillu konsultimin. Konsultimi i parë që duhet me bo është me profesionistë të shëndetit mental. Janë psikologë, psikiatrat, të cilët bojnë bashkëbisedim me personin, me familjen, edhe të regojnë për gjendjen dhe të cilën gjendet ai. Është pa imagjinueshme me tentu me lyp për mjeku, se familjarët dini dhe me shkutje mjeku me lyp e kam djalin smut, ose e kam vajzën smut. Si pas organizatës botërore të shëndetësisë trajtohet si, konsiderohet ose klasifikohet si çrregullim mendor. Nuk është ma. Nuk është hik, nuk është definitivisht, nuk është rregullim mendor. Ka ndryshu pak termet, me DSM-4 janë terme që quajnë transseksual, ka ndrua është në çrregullim e identitetit gjinor. Ndërsa me ICD-10 është prap termi transseksual, nuk ka dallime shumë të mëdha. Edhe është e dëshirueshme në atë fazë me shku me konsultue. Te na, mas pari nuk ka profesionistë shëndetit mental që merren me këtë çështje ose që dinë me reague në mënyrë adekuate me personin që shpreh dëshirë me pas konsultime. Këto fazat e trajtimit janë 3. Secila fazë kërkon ekip të posaçme, edhe në ekip interdisciplinare, ku janë, profesionistë shëndetit mendor, endokrinolog, edhe në fund kirurg ose urolog të ginekolog që e bojnë ato ndryshimet të pakthyeshme. Është e dëshirueshme që këta persona me pas përkrajen e profesionistëve që sa janë në moshën minore, bile në janë do hormone të cilat zgjasin pak kohën e pubertetit, që këta me mujt me mri moshën madhore kur vendosin vetë. Në këtë fazë duhet përkraja prindit, se nuk lejohet, nuk ka në bazë ligjit, nuk mundesh me jap dikuj diçka pa pëlqim prindit që ndikon shumë në gjendjen e tij. A ke pas diçka të tillë? Në i rast tillë që ke marrë hormone? Jo, në hormone s'kom fillu hala me marrë. Po pres mrena këti muji ose mujin e ardhshëm, jem të prit mu këthy doktorat prej pushimeve edhe me fillu, duhet mi dërgu mas pari analizat hormonale dhe është seanca psikologjike që duhet më përfundu. Në fillim plani u konë me shku në Beograd, po procesi u konë shumë i gjatë, për shkak që u konë 6 muj minimumi për me mri me marrë rekomandimin për analiza mas nej hormone. Do me thonë Malizie ka pas pak ma ndryshe sistemin edhe më ka konvenu pak ma shumë edhe... Lindja, ke në plan që ti shkosh deri në fund? Hala nuk e dia du me shku deri në fund, du me fillu me hormone, gjithqysh edhe operacionin e gjoksit, ama kur vjen puna për operacionin përfundimtar, nuk e di sa jëm gatin qëtë mosh me bo, ama jëm këgja i sigur që në të ardhë më ndikur. Është rekomandueshme me bo për një. Ashtu që qysh nuk jetë gatshëm këta, nuk janë gatshëm as mjek për shku, as nuk i propozohet. As ti propozim nuk bëhet, ose nuk është në të përzdashëm që nëse fillon trajtimi duhet me shku dhe në fund. Si thash janë 3 faza. Faza e parë është plotësisht e kthyeshme. Kjo me dhënie të antagonistëve të hormoneve androgjene dhe hormoneve seksuale femnore, në mënyrë që me shtyp pubertetin, më jap kohë këtyre me vendos definitivisht. Pas kësaj na vjen faza gjysmë e kthyeshme. Pasi të mrinë moshën madhore që vendosin për vetveten, po ajo që tha lindi duhet rekomandim. Për me shkue me bani ndërhyrje i vyt një rekomandim për 2 mjekve. Rekomandimin se jep kërkush për 1 javë, 2 javë, 3 muaj, i duhet kohë. Më marrë me këta me analizuar në çdo aspekt. Me ia treguar gjitha
përparësit edhe të metat, se nuk është pa efekte anësore. Trajtimi, që do pas trajtimi me hormone, dhe lidhet shumë me efekte anësore. Këta duhet mu furnizu me informatat gjithanshme, me konë 100% i gatshëm për para se me hi dhe trajtimin hormonal, që është faza e dytë, e që është fazë prapë gjysmë me këthyshme. Pas kësaj faze, prapë duhet me 12 muaj zgjatë marrja e hormone. Në atë fazë... Do me thonë e caktume be gjitha shteteve 12 muaj? Po, është protokoll. 12 muaj para operacionit, normal, mas një të njetën vazhdon me hormone. Është protokoll, 12 muaj. Pasi të kryjnë fazën në hormone, i duhet 12 muaj me jetue jetën reale në gjendjen e re. Që këta me pa konformitetin, me pas që shpëndije në atë fazë, që ka i për në fazën e ashme, me kryu stabilitet, prap me pas konsensus. Kë edhe mjekët e vetë që i ordinojnë, për me ndërhyrje kirurgjike. Edhe pse, kohëve të fundit janë të përhap do sisteme të reja, në për venet ndryshme, nuk e di në cilat vene saksisht, për persona që veç e din që janë transinor, e din familja, e din shoqënia, janë out, janë mundësit me një seancë psikologjike edhe 2-3 takime me doktora tjerë mu përfundu gjithë shka për ka procesi hormonali. Kjo është në vende tjera të botës, apo? Po jo në rajon? Po, jo, së është në rajon, veç po besoj që në të ardhmen. Po dhe ri? Unë e pyta, do t'ishte ma e letë, nëse kish me qenë ka që shkurt procedura, apo ndoshta është më mirë që është më e gjatë? Jo, ma e letë është gjithësysh edhe më do këtë pak e pa nevojshme, nëse veç je i hapën si transinor, e din krej që je transinor, më do këtë pak humbje kohë, me zgjatë sa shumë, se ti veç je i sigurt në vete, qka po donë, qka je, po me nëj kur e mërin... Kështë për kësaj që jam i sigurt vetë veti, ka plet njerës që nuk njën si ti, edhe ka nevoj për kohështes, për më bind. Po për qëta për persona që veç janë hapën. Po dhe për qëta tha edhe potencoj edhe linde që për ata personat që veç kanë dalë, janë të pranum edhe prej familjes, edhe prej shoqërisë, edhe ndihen rehat pikrisht në gjendjen e tyre. Që 6 mujorshi që është minimal për seanca psikologjike, jom para përgatitje për shoqërinë, që ka me të konsideru shoqëria. Edhe për shoqërinë dhe për personin. Po, normal. A mendoni që shoqëria jonë përgjithësi është më but karshi vajzave që ndjenë si djemë, se sa kundërta, pasi që ne kemi pasur e traditën e burneshave, a ka rase në komunitetin e juaj që ka djemë cilë dëshirojnë të bëhen vajza? Po, është shumë e vërtet që për djemë që dojnë më bo vajza janë shumë ma diskriminume dhe nuk e kanë shumë të lehtë me dalë haptas për shkak që në rrugë normal shumë e paragjikume i shkon një mashkull që veshet si femën se sa one që jam qështo. A ka raste tila në Kosovë? Ka raste tila, unë e kam një shoqe që s'kisha dash mja për me emrin, e ka marrë guximin me dalë me make-up, do me thonë fizikisht është mashkull edhe ka dalë me make-up, nuk ka hasën probleme, nuk e kanë vrejt, ose nuk e di qka, amo besoj që nëse kishtë tentu me hinë punë, nëse me shkon shkollë, që ashtu besoj që paragjykimi i shkon shumë i mas. Kjo shoqja e përdor ta vetëm kur në mramje kur del, do me thonë nuk është edhe në shkollë, po. Ko falim të mashkullit e femnat, në bas literaturës, prevalenca është 1-3, do me thonë 3 mashkull një femën, është shumë e për raport të gjeni një mashkullore, se dëshirojnë djenë si si femën. Aha, mashkull do me thonë mashkull të ndoshit me ndu. 3 milja është raporti në nivel botar. Në botë? Botë, po. Edhe pse... Po, s'ka. Jo, absolutisht. Nuk ka donat sakta, më shumë të diskutushme. Janë 20% të popullësisë këtë botën cilët janë komuniteti LGBTQ, po nuk është sakt me stadion për transgjinorët. Për pikrisht se nuk kanë dhona, as për orientimin seksual, as për identitetin gjinor, as në shtet nuk ka dhona sakta. Si është e mundur në Brazil është vendi më i hapur për transgjinorët, për një ashtë të ndodhen shumë vrasit të tyre? Vendi është i hapur sepse kultura është tjetër. Aspekti i pranimit nga shoqëria i diversitetit seksual dhe gjinor është më i lartë atje, për shkak të klimës, për shkak të karnevaleve që i kanë, që i njoftojnë me njerëz nga gjithë bota edhe me diversitetet ndryshme seksuale dhe gjinore, po i vrasin se në çdo shoqëri ka njerëz që nuk e pranojnë, nuk e perceptojnë një dukuri të tillë dhe e shpreh atë ndjefin. Doktora, mendon që në Kosovë transgjinorët janë të cënuar prej shoqërisë? Në Kosovë e di që ligjërisht janë të barabartë me gjithë. Ligji ka rregulluar. Thash edhe në story është shumë e bukur në letër. Po, në letër. Ju njërin të drejta, po flasim në praktik. Tu e pas parasysh nivelin social dhe shoqëror religioz në Kosovë, nuk mendoj se janë të mirëpritur. Ndoshta haptas nuk kanë ndonjë
diskriminim apo diçka, po thënë, ashtu si tha Lindri, kur vjen puna me pranu në punë dikon ose me gjetë ndaj partner ose diçka, hasin vështirësi. Për sta nuk mujna me ditë shumë kush sa diskriminohet, për shkak që nuk ka njerëz që dalin haptas, nuk janë boll që kanë dalë haptas, po du me thonë që si për shembull me shku me lyp punë dhe me ju tregu për orientim seksual ose identitet gjinor, besoj që kishin hasën probleme, po zakonisht në shefët. Halajna shumë të heshtun për me ditë që është situata në Kosovë. Sa mendon që për shembull tash nështë hapja e kësaj teme, ju s'po flasë në Kosovë se në shumë pak nështë është prej kjo teme edhe në për emisione, nuk e di a është diskutuar ndonjëherë ma shumë, ndonjë televizion është ta njëherë apo dy. Sa mendon se hapja e temave dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos e përmendëm këtë reality show me I Am Kate, po mandej edhe një serial Transparent që ka fitu edhe çmime Golden Globe apo edhe Emmy, e ka quar përpara këtë çështje edhe e ka bërë komunitetin që t'jetë më i pranueshëm në shoqëri. Po, kur vjen puna për media, për... A kemi kritik, a ka ndonjë kritik ndaj mënyrës se si ata paraqiten përmes serialeve, si paraqiten komuniteti përmes serialeve, apo përmes Kate-it këtë rast, Caitlyn Jenner? Për Caitlyn Jenner nuk e kom pa qato epizoda. Po Transparent ka ndoshta... As Transparent nuk e kom pa. S'jam të këshiri shumë seriala, ama menoj që sa ma shumë që ka emisione, ose diçka në televizion, ose edhe në Facebook, gjithka, sa ma shumë që përmenet komuniteti LGBT, aq ma shumë kanë mu mësu njerëz me qata, po përveç asaj, unë menoj që është shumë e rëndësi me dal një person me reputacion, thojza, po thëmë, edhe me tregu, nëse veç i përkra, me tregu që e përkra komunitetin LGBT, se shumë njerëz kanë bo ndryshime te për të mdhaja, të i njofë persona si karaktera shumë interesant, shumë të mirë, fansa, edhe kur kanë folë për komunitetin LGBT, e kanë kap bile pak ma botë. Nështë ta nuk i kanë pranu me njëherë, po mënyra qysh e kanë këshyrë personin të folë për komunitetin LGBT nuk ka qenë agresive. Ta është sa mbaroj fushatë edhe mbaru zgjedhjet. E di që Kosova 2.0 ka dërku pyetje gjitha subjekteve garusin zgjedhjet se qka ka me ba për këtë komunitet, por asnjëra nuk e ka këthy përveç vetëvendosjes, do se përgjigja tyre nuk i ka pëlqyer shumë komunitetit juaj. Sa mendoni se keni mu përfaqësu prej cilis do qeveri që ka marrë tash? Nuk duhet me lyp shumë më përfaqësu ose më përka. Për mua esencial është ta mos me qenë të diskriminuar. Mos me një veten të frikshëm, me dalë haptas me shpjegat e çka janë. Nuk duhet ajo që e thatë ju sondazhet e partive, është e pritshme që ato nuk deklarohen. Se është shpat me dytëja. Këta si komunitet janë pakis, jo veç Kosovë, që të konë janë pasi. Nuk sjellin votat. Unë madje jam shumë edhe kundër qenit komunitet, mendoj që nuk ka as pak nevoj. Personalisht mendoj që duhet me u trajtu normal, edhe nuk ka nevoj me undan komunitet, unë nuk i përkas as një komuniteti, për shambull, pëse duhet lendit i përket një komuniteti. Pikrisht pëse janë pakis, pikrisht pëse jetojnë të fshehur. Kanë nevojë me pas një komunitet, se këta aty e njën vetën mirë. Është shumë problem për njerëzit transgjinor me pas organet gjenitale tjera, e mendjen me pas këtë tjetër se është këta aty e gjenë vetën, aty diskutojnë haptas bez vetën, aty flasin për problemet, për mundësit. Ndani që ka nevoj për përkraje për mbështetjen tonë? Nuk po thëmë që s'kanë, ka nevoj shumë për përkraje, po esenciale tash është mësë më qenë diskriminu. Po ndose ligjë ndalon diskriminimin për vitit 2004, po... Ligjë ndalon shumë sa është pak problem për punën e ligjit, se edhe me hasë në diskriminime ose edhe dhunë fizike, nuk e qojnë rastin polici deri në fund për shkak se ju duhet me dalë haptas ose të paktën polici duhet me ditë për çka ka ndodhur, edhe është pak ajo frika mos po sillen fjalë se e dim që është e mohojnë. Institucionet jo, nuk e mohojnë, po personat në fjalë, sikurse tani që do ta shohim të cilin ke intervistuar, ne e kemi lending këtu që ka dalë haptas, po
tjetër kush nuk e ka pas nuk e ka atë guxim, apo atë fat, apo atë përkraje, qofte edhe prej rrethit ngushtë e lemo prej shoqërisë. Që trajtojnë keq, po nuk din me trajtu organet. Flasim nëse është organet të policia dyqore, nuk din si me trajtu atë. Nga trego si ka qenë eksperienca e intervistës, faktikisht. Shumë e mirë, faktikisht, ka qenë jashtëzakonshme, për shkak se unë personalisht jam gëzuar shumë që kam hasën kontakt me Lendin dhe personin tjetër në fjalë i cili ka dashur me mbet anonim. Unë jam një përkrahase e madhe e individualitetit dhe dëshirës njerëzve për me jetu siç duan. Ne kemi realizuar bashkë një intervizje me disa pyetje që oni pata përgatit më herët, i kemi diskutuar bashkë dhe ka qenë e mrekullueshme. Ka marrë shumë përgjigje të cilat edhe unë vetë nuk i kam ditë mirë, po edhe publiku. Madje njëra prej tyre është shumë interesante, po e them edhe këto e dëgjojmë edhe mandej kur i thash kur ke filluar me kuptu që je djalë, domethënë nga mendja, më tha më mirë bëma pyetjen kur e ke kuptuar që je vajzë. Sepse ka qenë vajzë dhe është djalë tash. Aha, mirë. Okej. Ta shohim Sorin. Faleminderit shumë që ke pranuar me po intervistën, edhe përkundër faktit që ke dashur me mbet anonim, po vazhdoj me një pyetje e parë. Cili ka qenë momenti kur e ke kuptuar që nuk i përket atij identiteti gjinor që e ke pas prej lindjes? Unë jam lind biologjikisht femën, po gjithmonë jam nis si mashkull mrena. Identiteti jam gjinor nuk është përput me biologjinë time. Për atë arsye jam person transgjinor. Si fëmijë nuk e kam ditë çka i bën me kon person transgjinor, kam ditë vetëm se jam një ashtu, ose jam lind në trup ka bon. A ka një moment kur të kujtohet kur ti nuk, domethënë e ke kuptuar që nuk je vajzë dhe ke filluar me u sjell ndryshe? Cilat kanë qenë veprimet e para që i ke bërë, që të kanë identifikuar si djalë? Pyetja më mirë është e shkon kur e ke kuptuar që nuk je djalë, po vajzë. Gjithmonë jam një pidjemve, po tjerë se kam besuar që jam djalë. Më kam pasur që jam biologjikisht femën edhe kam pas një ide që duna më një, që duna më dok, që duna më sjell. Shkak të vendit edhe të vetit ku jam rrit, jam një detyruar mos më koni 100% vetë. A kanë pas për ty rëndësi rrobat e djemve, çësandet e djemve, domethënë lojnat e tyre më shumë se të vajzave? Po, gjithmonë ka pas më shumë përbashkëta me djemë se sa me vajza. Mundesh me zgjedh, domethënë këtë pjesë me mbajt private, mirë po se publikut i kish interesu me ditë cila ka qenë çësia e familjes kur ke vendos me jetu ashtu siç je ndjer, domethënë si djalë. Ka persona të familjes që kanë marrë kohën më dëgju, janë munduar më kuptu, edhe sa më pranojnë 100%. Ka persona të familjes që kanë qenë gjithmonë kundër të qenit homoseksual, biseksual ose person transgjinor. Nuk më kanë pranu, as s'kan dashur me një, pse jam nina qështu, pse jam qështu. Jam një edhe i kërcënuar prej dikujt familjes që është punë në mënyrë ekstreme kundër komunitetit LGBT, saqë ka thonë shpesh herë me vume di që dikush është gay, biseksual, transgjinor, kam i vrarë, kam i masakru. Për shkak të edhe këtij personit nuk jam në i sigurt, nuk jam në i siguri me tu çlirë si fëmijë në Kosovë. Cili ka qenë ndryshimi i parë që ke bërë vetja drejt qenit djalë? Për dushimet e para, është shumë thjeshta, më vesh që dua dhe mi majtë flokë qysh. Cili ka qenë reagimi i shoqërisë kur ti ke vendosur me marrë paraqitjen e djalit? Për shoqërisë kom pas shoqëri të ngushtë që më kanë pranuar për fillimit me krejt që jam, për tjerë s'ka pas, s'm ka interesuar. A e ke ndjer presionin e shoqërisë dhe të familjes për të dukur si vajzë, për me u sjell si vajzë? A kanë kërkuar nga ti që me i bo ato gjana? Qënë kam një prej familjes, kësha thonë, deri diku, kanë dasht më konën e mi pas konën si një qik tradicionale, diçka që nuk jem një rahat një bo, edhe kërë nuk jem do këtë që kanë dasht, ata jem konë shkënjën për me, s'ka mujtë me pas stilin, me tu që shkum dasht unë në 100%. Me një mënyrë kom gjetë mesin për edhe mi knaq pak familjen edhe mi knaq pak vetën. Tash, ti një kohë ke jetu si vajzë, sa da e gjen vetën duke pasur ende shprehit vajzave? Apo janë eliminuar tërësisht, apo nuk kanë qenë kur aty? Kur jam mundu me përshtat rolit tradicional të femnës, jam vështirë edhe kam bu me zor. Jo vetëm që kam pas person për rrethit tam, po edhe vetë kom dash më një si femën. S'kam dash më konë person transgjinor. Kam dash më një mirë në trupin që kam lind, jam mundu shumë, po deri diku e parë që s'po funksionon edhe veç që m'ka i vaj të më vetës. Du një pranu që jem djallë edhe du në marrit një tu një jetë si një djallë.
Atë kanë trajtu ndryshe, mandej masi ke je paraqit si djalë edhe ke tregu që dëshiron me qenë djalë? Për ata që kanë arritur më kuptu, lidhja u bo edhe ma mirë, për ata që nuk kanë arritur më kuptu, lidhja ose be, ose ka përfundu. Ti tash jeton jashtë vendit edhe gjatë jetës ke jetu në Kosovë. A mundesh me bu një krahasim mes dy vendeve, domethënë mes dy shoqërive, se qysh e presin faktin që një person nuk e pranon seksin biologjik që e ka edhe don me qenë çka ndjehet. Mes atje ku je edhe Kosovës. Të qenit person transgjenor në vendet zhvillume, ku ka edhe turizëm e shumë diversitet, nuk është do s'pak habi. Në Kosovë, sanat më normale janë absurde dhe jo nërëzore. Të qenit person transgjenor në Kosovë nuk u folë deri tash. Po më në shumë vonë një ka njës me folë, njërës vetëm ja ka njës me informu për daldale. Që këtu nuk në ma mirë. Se nuk është dishka, wow, jetoj. A ndjesh ma i lirë atje? Po. Edhe ma i sigur. Definitivisht. Parimesh nëse ti e në rregull, kisha dash me fut pak për këtë procesin e transformimit edhe ndrimit gjinis. Deri ku don me shku me transformim? Ko më nuk gatë, çka hapa ko më marrë. Jam person që jam kundër operacioneve dhe kundër medikamenteve, për këtë arsye u konë shumë vështirë për mua mi pranu që jam person transgjenor. Në terapi hormonale, për mu personalisht ka më shumë efekte anësore se sa pozitive. Për ndërtimin e penisit është sanë që nuk e kisha bo kohë. Edhe pse është dëshira që kisha pas qef me linë mashkull biologjik, o fakti që nuk jem linë mashkull biologjik. Edhe i vetëmi operacion, i vetëmi ndërhyrje kirurgjike që një shumë të nevojshme të mi bo është operacioni i gjoksit, që shpresoj me bo shpejt. Kështu përveç ndërhyrjeve kirurgjike edhe terapisë hormonale, që kjo është operacioni i gjoksit, edhe punonona me ushtru shumë për me pas më shumë muskla në trup, me pas një farë pamje ma mashkullore. Tash që ke ndru pamja, ndihesh ma i kompletum vetvetja? A njesh vetvetja tash? Po di, po një shumë, po njëna ma mirë, jem ka njëna ma mirë se jem dhima për para, po jem ka një shumë të nevojshme me bo që të operacion gjoksit, po muna më një edhe më rahat. Çfarë pret nga njerëzit, sepse dashtëm apo s'dashtëm ka rrethë të caktuara që persona transgjenori diskriminojnë, nuk i pranojnë, si pret, çfarë trajtimi pret prej njerëzve? Për mu ka rëndësi vetëm rreth ngushtë, edhe vetëm një person me pas që më pranon e që më bën ashtu që shkem përru me këta. Cilat janë personat që të kanë përkra mas shumë të në këtë rrugtim? Fillim kam një përkraj më shumë të prej shoqënisë zemrës, se me ta jam shprej ma letë, e tash edhe prej da personave të familjes që janë në gjendje dhe me ndihmu me pagesë të procedurave, që më përkrajnë që shumë. Kosova ende nuk e lejon si që pash me lezë ndrimin e zgjnisëm dokumentet personale të identifikimit, a paraqet për ty problem kjo? Është problem. Është problem. Krejt botën, personat transgjenore meritojnë drejtat që u përkasin. Unë ku jetoj, në shumë vendet zhvillume ku sigurimi shëndetësor funksionojnë mirë për gjithë, paguhet terapia hormonale, paguhen gjitha ndërhyrjet kirurgjike për sigurimin shëndetësor. Edhe është e mund shumë përmendu gjinin, e përmendu emrin në dokumenta. Çka duhet, po nuk është kështu vetëm adej ka du me bo ndërhyrje kirurgjike, ka du me bo mashkull, ka du me bo femën. Është edhe procedura që duhet mi kalu, duhet me marrë vërtetim prej psikoterapistit, për psikologut, për psikiatrit që je person transgjenor, që je i gatshëm për me bo ndryshimin të tonin edhe që janë të nevojshme për shëndetin tonë. Okej. Ti përket komunitetit LGBT që në Kosovë është i marginalizuar edhe i diskriminuar për shkak të rrethonave të ndryshme sociale. Nëse ishe kthy në Kosovë, a kishe me qenë aktivisti drejtave të këtij komuniteti? Aktivizmi është diçka që duhet me jap kohë, shumë edhe duhet me pas durim. E për momentin nuk po kam kohë për shumë sene, po më merr mendje që në të ardhmen kisha bo aktivizm, sigurisht. Tash për momentin a je në terapi hormonale? Jo, shumë. E përmendëm më herët, nuk e kam dërmend me ma hormone. Tash që je djalë, është më e lehtë jeta për ty se sa kur ke qenë vajzë. Na zakonisht vajzat jemi shumë atë komplikume, po tash që je djalë, a ka dallime të mëdha, a është më lehtë?
Mendoj se cila gjini ka ato anë pozitive dhe anë negative, s'ka shumë dallim. Për mu dallon që lina më mirë më konë vetja, jo që është më mirë më konë djallë. Okej. Gjatë kësaj koha ju ke friksu në ajer tranzicionit, a ke pasur dilema? Dilema më pas shumë, jam mundu shumë mi vinë vende për, mësë me bo asë një për ndryshimin të trup. Si që ceka ma heret, i kom frikë operacionet edhe nuk më dasht. Po, shosi zgjidhet vetme për ma rritë më konë i lumëtën edhe më konë ma rahatën trup tane. A ka momente të caktume, ndoshta nga njerë momente dëshprimi për shkak të presionit edhe a ka momente kur ke thonë që pse i hyra kësaj pune? Edhe ndoshta që ma shumë kishe dash me qenë i fshehur ashtu se sa me shfaq? Po e fshehur me tu jetë jo e mirë, jetë palidhe, po. Se kam pas një opcion me tu jetë fshehur. Kam pas gjithë shpresë që kam mujtë me tu shlirë një ditë me një vend ku në jemi sigurt. Ka njerë lina papa që shumë lind, edhe ku jem lind, po s'muna me nduat pak. Veç muna me japë maksimumin, mi pas një jetë më të mirë në rrethanat që jam edhe mu koni knaqen. Kjo është jashtë asaj që e kemi planifiku mirë, po atë vjen shumë guxim për me qenë kështu si që jeti sot, me i përballë krejt ato sfida? Vjen shumë guxim, po më duket për mu është edhe e pashmangshme me një farë mënyrë. Jam gjithmonë më konë njëri sinqert edhe nuk munda me paramonu jetën ndryshe. Okej. Se sa kështu që shjetash? Po. Absolutisht. Kjo mundet me qenë personale gjithsesi, domethënë shumicës njerëzve edhe kur hulumton edhe i sheh pyetjet e tyre karshi personave transgjinor është se cila gjini i pëlqen edhe i tërheq seksualisht. Femnat. Gjithmonë më ka pëlqyer femnat, bukuria femnës më ka manit gjithmonë, bukuria moshlit vetëm e ku ma admiru. Gjithmonë kur kom pa ma që të bukur, kom mënu qështu shumë isha dok mirën e, kom pa femnat bukra, gjithë kom mënu, nice. Nice, e kisha në zonë? Ja. Kisha në zonë. Okej. A menon mu martu me kriju familje? Po mërë, ne ditë pëse jo. Okej. Në vendin tonë është goxha problem, do me thonë kjo pjesa e qenit transgjinore dhe me i taku komunitetit LGBT në përgjithësi për shkak mentalitetit të mbyllur që e kemi. Ti personalisht a mendon që është luftë ndrimi mentalitetit këtu? Po është luftë, për çdo shtet është luftë më ndru, po për çdo shtet është edhe mundësia më përmirësu. Çka i mungon Kosovës, çka e nal më shumë për Kosovën është që nuk e vlerësojnë sinqeritetin. Është që shumica kanë qef me ushtirë që jenë perfekt, që e kanë një jetë perfekte edhe që kjo nuk mundet me i qukur për para. Okej, edhe për fund, atë ka ndru personaliteti, karakteri prej shëndrimit nga vajzë në djalë, apo ti ke qenë edhe ke mbetë gjithmonë një njëjti person? Gjithmonë më konë një njëjti person, po tash që jam ka pranoj kur që më konë gjithë mrena, tash më ka ndina ma shlirë edhe më ka këty me një farë mënyrë vetëbesimin që më patku gjatë pubertetit. Okej, faleminderit shumë. Kjo ishte historia e përmendëm që thamë Lendert me fatë, faktikisht në intervistën e pam që personi nuk është ndjej i sigurt me dalë hapë, azi për shkak një personi në familjar. Ndoshta ka qenë familjar më i largët që ka pas gjuhë kërcënuese, gjuhë të është për karshi gjithë personave që i përkasin komunitetit LGBT, tash jeton jashtë Kosovës. Sigurisht në intervistë po që thotë që atje normalisht ndjehet më i lirë dhe është totalisht normale. Nuk dëshiron të shkoj deri në fund operacionit për shkak se i ka frikë operacionet, mirë po paraqitet si djalë. Lendi, a ke menduar në një opsion me shku jashtë Kosovës? E kom menduar opsionin edhe e kom pas shansën. Nuk jem kon gati me ndru ambient, edhe paka shumë për shkak të aktivizmit nuk kom dasht. Do me thonë, kom qef gjithë ndryshim që bëhet e one si transgjinor me bo në Kosovë, edhe kur filloj procesin hormonal, që është e para, dhe operacionet, plani jam është mu publiku gjithë shka që persona tjerë me pas një farë burimit informacionit direkt. Lendi, cilat janë parajgjikimet më të shpeshta që shoqëria i ka për transgjinorët? Te one personalisht, ka njëherë më me hasë në parajgjikime si
okej, je mashkull, po mos rri që ka feminin. Ti kontrollojnë pak gjestet edhe presin që çdo transgjinor prej femën mashkull me konë shumë burr, me pas asi qëndrimi shumë tashpër, po shumë maskulin. Po këto janë probleme tjera që janë edhe problemi patriarkati që është në Kosovë. A ke tentu me ndru emrin, a ke ndru emrin ligjërisht? Hala nuk e kom ndru ligjërisht. Kom tentu, kom shku në komunë për mu informu. Përgjigja që e kom marrë, a jeti ajo qika e shoqës tem që ka pas me ardhë, me të njofshëm. Po i thash, jo, nuk jam unë, tjetra jam djalë, edhe për procedura me ndru emrin, edhe vish më ka thonë që dona me shku me një vend tjetër, paka shumë ka të regu qëfar dokumenta më duhen. Do me thonë, nuk është nëjë problem me ndru emrin, problemi është me ndru seksin në dokumenta. Që është gabim se në dokumenta e kena gjinia është diçka tjetër, seksi është diçka tjetër. Gjinia ishtë dasht me konë mashkull, për shkak që... Ama aty më duke shkruan sex of birth. Jo të na. Në aplikacionet. Me kontrolu këto. Gjinia mundet me... Dashtë me shtu. Dhe shta me thot me folë për paragjykimet. Unë jam i bindur që paragjykimet do t'i shduken shumë pas trajtimit hormonal. Së moment që fillon me marë hormone për 6 muaj dhe 12 muaj, të kjo fillon me dalqimet, pak i bëhat ftyra ma mashkullore, krahti rriten, pastaj nëse pesha që sa herë pyet, a do vazhdon deri në fund. Nuk do me thonë me shku deri në fund me ndërhyrje kirurgjike. Ka shumë persona që mjaftohen me marrjet hormoneve, me zhvillim të çimeve të trupit, me mastektomi, me hjekje gjive, edhe mjaftohen me kaq. Edhe sillen normal, pastaj në shoqëri si person që e gjinis që e ndjen, që e lut rolin e sajna, nuk do me thonë s'është edhe mëzdashme me shku gjithmonë deri në fund. A e mendon, a ke fillu me pas marrëdhënie, apo a ke lidhje me qenë? Po, jëmë konë lidhje. Kom pas lidhje gjata, të shkurta, a mos konë diçka serioze, a mos konë diçka shumë normale, se me gjitho person që jëmë konë lidhje, veç më ka pranu si mashkull 100% edhe. Se majnë men që kom pas në herë problem. Do me thonë, prirje tua janë kundrejt një femre? Po. Kanë qenë gjithmonë tilla? Po. Ama unë nuk besoj në orientim seksual stabil. E theva këta në fillim kur u bë pyetja që ndërhyre me... Ama nuk e kufizoj vetë, nëse najherë më pëlqen një mashkull, nuk e kam problem. Është puna... A ka ndodhur me të pëlqy? Po, ka ndodhur. Dhe lidhet se këtu dalën shumë, pastaj vendimi a do shkon deri në fund me ndërhyrje kirurgjike ajo. Po. Po së prish punë edhe atëherë dhe që se bo dërhyja kirurgjike, pavarësisht çka është mashkull apo femën. Do prish punë, drejt punë. Po. Po më intereson shumë e di prej dendit nëse ka pas presion social për me u sjell si vajzë, sepse unë edhe pse jam ndina vajzë, domethënë kam pas ndonjëherë na jashtë opinionës tani ndreshi këto floka, dhe është për neve është domethënë presion i madh rregullau pak se çike. A ka pas për ty? Një rast që kom pas në shkollën fillore Ismail Qemali prej psikologës, që s'moj me harru atë rast. Pa ta bo një problem diçka si fëmi, edhe më qojnë të psikologja e shkollës, edhe pyetja e parë është pse veshësh qështu. Psikologja të paragjykojnë njerë? Po. Edhe okej, nështë ju ka dash, diçka më pyetja e parë isha shumë presion me qka është të ndodhë që atë. Po, kureshtja, ama për mu konë diçka pak e ronë, për shkak që pak jëmë një ndryshe për shkak të veshjes, edhe pyetja e parë pëse veshës qështu, të psikologja sa një parë që e vreti ke veshja, edhe u konë pak siklet, edhe një rast tjetër u konë kur unë e kom menu që nuk zhvillona si femën, edhe notin e du shumë, jëmë shku në bazen, jëna konë me familjar, edhe këthejet një qik ma bënë, qysh më redi ka që ma dhe s'ke vesh bikine. Që ato e kom kapë që hej nuk jem tu zhvillu, qysh e kom menu... Pjesën e malë, se mu ka do shumë e sikletshme. Edhe qëto jënë kom pak momente sikletshme, në rrugë, kom ujtë me hasë në fjallë, prej largët, po ajo është që ndohë. Gjithë komunitetit LGBTQ, a kanë mas shumë të sfida transgjenorët? Krejt kanë sfida, nuk mujna me thonë që dikush ka shumë, a shumë, dikush ka shumë a pak, ama po, jënë do momente ma delikate për transgjenorët, për shkak që përveç që trupi i tyne nuk është qysh ata e dojnë ose e menojnë, mund me pas edhe dyshime për orientim seksual, do me thonë mundet me konë double trouble, edhe
Plus është qaj vendimi që nuk është qas lehtë me marë, apo donë me fillu procedurën ajo. Se duhet, kur të vendossh me janis me marë hormone, duhesh me menu krejt prej familjes, qysh kanë mi prisha ato se anë derit e shësnia. Sfida aty është me avallës është e kushtueshme. Po. E kushtueshme nga aspekti material edhe dhe profesional. Këta nuk përë mu trajtu gjithkon. Në Kosovë, për shembull, mundet me marë një trajtim bazik të seksologu, të psikologu, po gjitha fazat tjera duhet me bo një qendër multidisciplinare ku i ofrohet trajtim edhe hormonal edhe kirurgjik. Ndërsa ato shkolla tjera që i përmendën lesbianët e gejtë kanë shumë lehtë. Tërhiqet seksualisht. Ndjen rahat me trupin e tyre. Ka rahatit e vetë, ka problemin e vetë me ka pse dihet seksualisht atraktive ndaj gjinisë tjetër. Edhe nuk është as si kushton kur gjë, as nuk duhet me shku diku në qendër u trajnue, nuk është smundje, është sfidë edhe është shumë ma lehtë me përballu se këta. Amo ka edhe persona transinor që me kohën veç fillojnë me dash trupin e vetë, fillojnë mu një rahat në qatë trup, edhe nuk ndërhyjnë as me hormone, as kur gjohë, thjesht identifikohen si gjinia e kondër. Atëherë, a cilëson si transvestit këtë rast? Jo, është transgender. Transvestit jënë persona që thjesht e shijojnë mi vesh teshat e gjinisë. Të kondër të nuk njën në mënyrë. Ndërhyrje të këta thashen shumë faza. Shumica mjaftohen me faktin që kanë dalë në shprej, me njëherë njët, se esenca të këta është me barazu mendjen me trupin, me funksionu njëjtë. Edhe tash duhet me bo përpjekje edhe mjekët edhe familjarët me jafruhe, ose trupin të mendja, ose mendjen të trupi. E shumica e gjojnë një balancë aty, edhe një në komfort momentin që ka dalë jashtë, ndoshta hynë në trajtimin hormonal, i zhvillohen disa karakteristika edhe mjafton me aqë. Nihet komfort me vetë vetën. Edhe nga një pyetje, sepse jo, është në fakt disa dhëna nga shtetet e vogla të Evropës, është afërsisht 1 në 30 meshkuj të rritur dhe 1 në 100 migratë të rritur kërkojnë ndërhyrje kirurgjikale, do të thotë kërkojnë të ndryshojnë seksin, mirë po në këto statistika nuk janë edhe ata që marrin hormone ose i kanë procedurat paraprake para. Shumë i vogël po ndohen numre. Jo, 1 në 30 edhe 100 është kirurgjike. Trajtim hormonal, për shkak. Vetëm për ndërhyrje kirurgjike janë kaq në disa shtetet. Kjo raporti është 1 me 3, domethënë 1 me 30, 1 me 100.000, flet se 3 herë ka më shumë mashkuj. Është e kushtueshme, është ndërhyrje e gjatë, është e mundimshme, hormonet dihet se japin efekte anësore të shumta. Nuk është shumë lehtë me përballu, e përsa ta është numër kaq i vogël i atyre që vendosin me shku deri në fund, me bën ndryshime të pakthyeshme. Duhet me qenë mentalisht sikur se lende. Sigurisht, kam një pyetje për Lendin. E fundit, siç e tha, a Lendi a ke pas ndryshime në personalitet prej momentit që ke fillu me vazhdu, domethënë shëndrimin e gjinisë, me identifikumin e gjinit? Në personalitet jo, veç e kom pas një fazë ku veç jem konë të e pranu vetëm për qëta që jem, do me thonë konë mosha e pubertetit ku veç edhe pak edhe më ka pengu pëse jem transgjinor, jem konë pyetje 1 vjet ose 2 zhvillim, edhe mas nej prej që shemajnë men vetën, ma herët gjithmonë këm vazhdu me konë si Lendi i vjetër. Veç në një pyetje në këtë shoqërinë tonë, goxha patriarkale, është më lehtë jetosh si burr? Po, fatkeqësisht po. A në të ardhmen a planifikojnë më martu? Po. Edhe kam qef me adoptu fëmijë nëse kam e konë mundësia. 2008 ka qenë një burr i cili ka rujt organet riprodhuese dhe është bërë burri i parë në botë i cili ka dhënë jetë, kalim. Për arsye tjera, s'kisha dasht me riprodhu, do me thonë prap kisha vendos me adoptu një fëmijë për shkak që ka shumë fëmijë të braktisën. Lendi, na kena shumë pyetje, më duket po dine. Ja bojmë njashtë. Më duket dashtë me ndërhyrë në këtë bisedën tonë për fund. Po, për fund deshta me thonë për krah Lindin për guximin që ka marrë medalë jashtë, edhe kisha dashtë me këshillue që mos me gut në asnjë veprim këtë fazë. Ke hyrë në këtë fazë, mos merr veprime të ngutshme, përmbajë protokollet mjekësore, trajtohet në qendra specializuar dhe vazhdo përpara. Faleminderit shumë që Lendi, faleminderit shumë që ishe në ndrimin e natës, ta dish që do ta kesh për krahjen tonë në çdo hap. Faleminderit, do të themi vetëm pas pak me pjesën e dytë. Qëndroni me ne.